Deklarata tronditëse në TikTok. Eva Murati shfaqsohet, rash në kurth. Vjen reagimi i moderatorës sportive Eva Murati pas dasmës së ishit të saj, Genar Topallit, me prezantuesen Sindi Marina. Dasma e çiftit e zhvilluar në Rom ka qenë ndër më të komentuarat e ditëve të fundit, për atmosferën përallore dhe luksin e ceremonisë. Pamjet e festës u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale, duke nxitur debate të shumta. Dje, Eva reagoi me një koment në një video në TikTok, ku shpreh: "Nuk dua që miliona shqiptar të më dëshirojnë vdekjen sepse po mburrem me para që mund të jenë të vjedhura nga fondet publike. E di që më ndjek çdo ditë, por ta bësh këtë një ditë pas dasmës tënde është më shumë se patetike." Sot, Eva shtoi një deklaratë të re, duke shpjeguar arsyeën e reagimit të saj. "Besoj se shumë njerëzve u ka ardhur si bombë, pasi nuk është në natyrën time të shkruaj kështu apo të merrem me deklarata të tilla. Më vjen keq për gjithë këtë sepse rash totalisht në kurth." Ishte një përgjigje e kthyer pas provokimeve të një pasnjëshme në anglisht nga e njëjta adresë, dhe për t'ia mbyllur gojën u krijua kjo situatë e pakëndshme. Fatkeqësisht dhe pa dashje u bëra pjesë e një telenovele, që realisht nuk dua të jem pjesë. "Jetë të lumtur për të gjithë", shkruante ajo. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.